Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhur e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Laudatat bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të nderuar zotëri, më tani kemi përmendur dy shembuj nga e kaluara, shembullin e atyre që u mbyllën në shpellë dhe shembullin e njeriu që e teproi në krime, por megjithatë ja doli që të pendohet dhe të përmirësohet. E ata të parët u mbyllën në shpellë dhe në pashpresë për t'ja dalë, Allahu te barekuhu teala u bëri zgjidhje. Dhe kemi thënë se këto raste janë shumë frymëzuese për neve në shumë aspekte. Po ne kemi përzgjedhur që të përfitojmë nga këto raste në aspektin e zgjidhjes së problemeve tona, e daljes nga krizave, daljes nga telashtë e ndryshme të kësaj dunjaje. Nga se këto rrëfime pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur që ne të marrim mësim. Këto nuk janë rrëfime që shpalosin në faqet historisë çka ka ndodhur të kaluarën, por janë rrëfime që tregojnë se si duhet një musliman me usill, si duhet me u gjinë, si duhet me dal e dobi e përfitime të tjera të shumta. Rasti që do të flasim për të sot është një rast i cili është pak i gjatë, por do të fillojmë sot inshallah binillah e pastaj vazhdojmë në takimet e ardhshme me trajtimin e këtij rasti. Rasti të ndërmuar vëllezër në fjalë që do të flasim për të sot është rasti i tre personave. Edhe këtu janë tre personazhe, por që jo tretja kanë dalë. Në rastin e parë tretja kanë dalë. Të tretë donë kanë diku që më largu gurin nga shpella. Në rastin tonë sot janë tre personazhe. Janë tre, domethënë, figura që përbëhet nga ata ky rrëfim. Mirë po, vetëm njeri për ty një ka dalë. Vetëm njeri për ty një ka korë sukses. Dy tjerë kanë dështu. A në kjo ras është i mirë me kuptu edhe pse kanë dështu, dy, edhe pse kjo i tjerë një ka dalë. Që me pa besimtari pastaj se ku është problemi dhe ku është zgjidhja. Ku është problemi, ku është zgjidhja. Këtë rrëfim në përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke thënë se Allahu te barekuhu teala ka dasht me i sprovu tre nga Beni Israelet. Në popujt më hershëm, Beni Israelet që kanë qenë popujt e shumë pejgamberve, e në historinë e tyre kanë ndodhur gjërat çuditshme, gjërat shumëta. Pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka mësuar që të përfitojmë prej tyre, të marrim mësimet e duhura. Në këtë rast të flet pejgamberi për tre vetë që Allahu te barekuhu teala, domethënë, ka dashur me i sprovu. Këta në esencë kanë qenë sprovu. Në njëri prej tyre ka qenë me smuje të lkurës, tjetri ka qenë me smuje të rënjes së flokëve mjekës komplet. E i treti ka qenë i sprovuar me verbni, s'ka pa. Në këta e në sprovë. Po në hadith ka ardhë, ka dashur Allah me i sprovu. Dhe më thonë, sprova nuk është vetëm smundje e në varfëni, po sprova është edhe në shëndet e në pasuri. Sprova është format të ndryshme. Andaj, Allahu ka dërgu një melek tek secili prej tyre. Dhe ka shku meleku tek i pari, tek ai që ka pas smundje të lkurës. I ka thonë, a ke ndonjë kërkes? Ka thonë, kërkesa ime është që Allah të më shëran. Të më hap një ngjyrë të mirë të kurës, të më hap një pamje të mirë, nga se njerëz po ikin për meje. Njerëz po largohen për meje. E kam dëshirë që ta kem një pamje të mirë, një lkurë të mirë, një ngjyrë të mirë që mos të ikin njerëz për meje, të kem një jetë normale. Atër meleku, me fuqinë e Allahut azza wa jall, i cili ka mundësi me i shëru njerëzit që është ajdan, e ka fërku trupin e këtij njeriu dhe është shëru plotësisht.
është shëru plotësisht. Është largu ajo meta, i janë largu problemet e lkurës dhe është shëru. I ka thonë, a ke, apo e ka pyet, cila është pasuria jote më e dashur? Çka ki qef më shumë të më pas? Thotë vallai mos i po vet, më shumë të kam qef më pas një deve. Domthon devja është edhe për ushqim, edhe për transport, edhe për me bajt, edhe për shumë sa të kryjm punë. Në atë kohë ka qenë mjeti vetëm transportues. Atëra Allahu te barekuhu teala e ka furnizuar një deve të pleshme. E i ka thonë meleku, kom e t'jep Allahu bereqet në ta. Nuk ka veç një. Fillon me një, po kom e t'jep Allahu shumë bereqet në ta. Dhe ka vazhdu tek i dyti. I dyti cili ka qenë i sprovuar do më rënje komplet. Flok vetë mjekër, floku mjekra jënë zbukurin për njërin. Andaj, ky ka pas një sprov që edhe ky në pat me njerëz nuk ka qenë i pashëm, nuk ka qenë i mirë, dhe njerëz shpeshherë dhe nuk e kanë pëlqyer nëjën me ta. I ka thonë, çfarë dëshire ke, çfarë nevoje ke? Ka thonë, kam këtë problem, me mujtë, me pas një pamje të mirë, që me konë tek njerëzit me pamje të mirë, njerëz mos më refuzu, nuk kisha pas qef, po thëmë kuptim tonin që ne flasim diçka më shumë se kaq. Atër meleku e fërkon edhe këtë, dhe dënë Allahu Azza shërohet komplet. E i bëhet një pamje bukur, e një dukje mirë, e pastaj meleku i thot, cila është pasuria më e dashur për ty? Thot, të kem një lopë. Lopa, domthon, qumshti, pastaj viçi, pastaj mishi, pastaj shumë tjera. Thot, do ta kesh këtë, edhe Allah ka furnizuar një lopë të pleshme, dhe i ka thonë, do të kesh shumë bereqet në te. Do të kesh shumë bereqet në te. Pastaj, meleku shkon tek i treti, tek i verbre dhe i thot, a ke ndonjë nevojë? Thot, kam dëshirë me pa. Allah ma kthy shikimin që me pa bukurit me pa, do më njëri me pa të vetë, me pa fëmijët e vetë, me pa të afërmit e vetë. Atër meleku e fërkon në sytë e tij dhe i kthehet të pamurit. A i thot, cila është pasuria më e dashur për ty? Thot, gjithë kom pas qef, pasuria më e dashur për më është deleja. Atër Allah Azza wa Jalla furnizon një dele të pleshme, a i thot, do të kesh shumë bereqet në te. Dhe kalojnë vitet të ndërvozër, dhe këta të shëndet shumë, pastaj shtohet pasuria tyne, sa që se cilit dëmon i mbushen luginet e fushat me pasuri, të deleve, të deveve, të lopëve, kështu më radhë. E i shtohet pasuria, e i rritet nami, e i rritet familja, i ndryshon gjendje komplet. Pastaj Allahu te barekuhu dërgon prap një melek. Meleku që ka qenë më herët, prap vije. Po tash nuk vije në gjendjen e një njëri që ka mundësi me kry punë, po vije në gjendjen e një të varfëri dhe tek secili shkon në gjendjen që ka qenë. Do meleku ka mundësi, Allah ja ka mundësi që të formsohet në format ndryshme. Andaj shkon tek i pari në formën që ka qenë ky i pari. Çu ka qenë ky i pari? Me smundë lkurës. Edhe i varfër. Thot njëri i smut, i varfër, komet në rrugë, sprov, thot, pash Allahun, i cili ta paskep këtë pamje të bukur, e ta ka shtu pasurin, që ja ka kujtu gjendin e vetë, thot, ama një deve, ashke shumë, ama një, edhe te që u dhe stem, se u dhe në kom të gatë, e s'kam me qka me shkute të shpia jem, jes në rrugë, anë një deve që me ep, hypin të pi qumsh në saj, me ap një. Do t'jo Allah se obligimet shumë, apo që shtojnë sot do, këna hi në investime, obligimet e mdhaja, ty bes për adel, edhe se jep. Thot, që shtojnë akon gjithmona, shumë konë, që po thush, në të kuptim, pasha të që të kap këte, ja kujten që u konë i smutët, jo në kur i smutë që më konë, as kur problem s'kom pas, gjithë bab e babgjësht pasën kemi qenë rënë.
Pse pasunia qëndron njërin të vëllezër? Qëndron pasunia njërin. Edhe i thot meleku, nëse je duke gënyer, të kthejf të Allahu që shekon. Nëse je të rrejt, të kthejf të Allahu që shekon. E shkon tek i dyti të ndërvëzër, që është të njëjtë, në formë të njeriut që shka qenaj për para, edhe i thot, që njëri me të meta, njëri varfën, ka me në rrugë, ama një lopë, e marrë me vetim gjinët e udhës dikun, kry punë me ta, që shtu njëtja përmen që ke qenë për para, e i thot, pash atë që të ka jep formë bukur, e të ka pasuni, dhe që gjithë që më konë që shtot, edhe gjithë, babë gjithë që këna pas, e thot, obligimit janë shumë, kena tybe të lashe me investime, e kena borqe, e kena, so që ashtu të apë, po lakmia dhe pangopsia të në vëzër. E i thot, meleku, nëse je duke gënyer, kthejf të Allahu që shekon. Edhe vazhdojnë të ki treti. I treti ka qenë i verbet. E ka këthy Allah në gjendje të mirë, shëndosh i ka e pasuni, edhe kjo shkon në gjendje që ashtu që shkon e i pari, që mja kujtu Allah që shekon, kujto mësë harra që ku jekon. Andaj thot, njeri smut me të meta, ka met në rrugë, me ap një dele, për u dhe më gjinët, kryjnë e punë me ta, në të kuptim, e shet njeri, bën pare e studja, apin qëmë shpesaja, në i sen, më kryjnë punë të e që kanë vend temin. Edhe ja kujton që ashtu si të paret, pash ato që të kep, pamin e të ka këthy, pamin e të ka e pasunije, e kyjt rejti të ndrunëzër, nuk silë si dytë partë. Thot, vallaj, kam qenë i verbët e Allah ma ka këthy shikimin. Kam qenë i varfër e Allah më ka pasuru. Andaj sot nuk e kam dërmen me të pengun kërgja. Merë sa dush, e le sa dush. Nga se për hirë të Allahut sot, mas e ke lyp për hatër të Zotis, se kam let me të nalë kërgja. E meleku i thot, nuk kam nevoj për pasunit tone. Mirë po jeni sprovu. Dy shokët e tu dështuan, edhe Allahu Azza wa Jall është i hidhnuar në ta, e ti jadole, dhe Allah është i knaqër me ty. Të ndërvëzër, kjo rasje e përmena pak edhe kalimthi, në të regon qartë natyrën e njerit, i cili, kur është në situatë saktuar, kur është smut, sen ma shumë zënë se më shnosh. Të të veç me bujtë më shnosh. Si të shnoshët, i shtohen kërkeset e tjera. Do njeri është i pandalshëm, i pangopshëm. Të të veç një shpi me pas, tani mo tjera, e se kom gale. E bon shpin, tani qish me bo dhe një tjetër, e me bo një kerë, s'nalet kur njeri ato. Prandaj të ndërronës, kjo është natyra njerit, që e përmen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu nuk është problem me pas, nuk është problem me punu, nuk është problem me dëshiru me pas jetën sa më të mirë, por problemi është të lakmia, të pangopsia, problemi është të largimi nga rrugu Allahu te bareke ve teala, nga mosmirnjoja. Këtu është problemi, që njeri menon se do të mbetet përgjithmonë këtë dunjë. Që to është problemi, se me pas shumë, me pas njërin këtë dunja, gjërat caktuara të shumë, ta nuk është të lashe, nëse ato nuk e pengojnë nga rruga e Zotit, nëse ato nuk e bojnë lakmiqar, nuk e bojnë koprac. Do njerëz, sa ma shumë kanë, ma dur shtrëngum jenë. Ka njerëz që, edhe pse ka pak, po është bujarë, zemrën e gjonë e ka. Ndaj, çështja është me zemrë, që zemrat e të pasur, jo dora. Ka njerëz që në dorë është i pasur, në kulet është i pasur, po në zemër është i varfër. E na duhet me pas zemrën e pasur. Me Allahun xhallahu ala kush është i pasur, nuk friksohet nga varfënia. Të ndërmjet gjithashtu këtu marrim nga mësimet edhe se gjendja e njerit ndron. Që këta kanë qenë smut, kanë qenë sprovun, kanë qenë të varfër, që është ka ndërë situata për një herë atë. Për të mirë, ndron situata. Andë njëri kur nuk duhet me qenë i shgënjur, i dëshpruar, me ranë depresion, për shkak të një sprovë që e ka godit, që më ka gjithë mu, më zvet, tash smuj,
kjo sjeket më kur, kjo është e pashërushme, mos e mbyll derën e zgjidhjes kur. Shiko Allahu xhallahu që e ka ndru gjendën e këtyre mbrana një natë. E na kemi qenë gjendje të vështirë para luftës, e në lufte, në vështirësie, sa njerëz kanë pas shpresë që kanë me pështu bile, në çfarë situata të tilla kanë qenë. Pastaj gjithçka është rënuar, shkatruar. Allahu xhallahu ka ndru gjendjen për të mirë, kush ka paramenuar që bashkë çështo do të jetë puna aftën. Që të kemi shtetin tonë, policinë tonë, administratën tonë, shkollat tonë, kështu me radhë, në mënyrë që kur kush mos të pengu, më u zhvillu më u rritë edhe me jesë për para. Përveç vetës tonë që na pengon, na e nalim vetën tonë, se kur s'na nalë me pas punë të ma mira. Andaj Allah ndërën gjendjen të ndërvëllëzër. Nuk të ban njëri kur me koni zhgënjimi të shprumë, që më ka gjetë mu, që e ndërën Allah gjendjen. Andaj, besimtari duhet gjithmonë, në çdo situatë që Allahu e sprovon, me reagu me udhëzim që Allah e ka mësu. Nëse Allahu të ka sprovu me pasuri, që do të me reagu? Me falënderim dhe dordhënie. Nëse Allahu të ka sprovu me varfëni, që do të me reagu? Me sabër dhe mos lakmi. Prandaj, çdo situatë besimtari ka rregullat. Pavarësisht situatave, muslimani nuk është adhurues i Allahut Azza wa Jall vetëm bazë të kushteve. Nëse m'jep, po ne vi, nëse s'm'jep, po ne s'vi. Nëse shnoshna, po kismet, nëse shnoshna ka mu fal. Po nëse nuk shnoshna ka mu fal. Nuk është namaz i ndëlidhur me shëndet apo me smundje. Besimi në Allah nuk ndëlidhet me pasuri apo varfëni. E kështu me radhë. Ka njerë që derisa nuk ka ndonjë pozitë, e shën xhami. Si të merr pozitë, se shën xhami më optën. Muslimani nuk ka kështu optën. E adhuron Allahun xhallahu vazhdimisht. Ai vjen xhami për atë Zotit, ai vjen xhami e pa dikush. Apo më shënu dikon që ka filoni kështu me radhë. Ai është besimtar i sinqert, pa marrë situatave. A ka, s'ka, ngritet, nuk ngritet, lavdrohet, nuk lavdrohet, qërtohet, ngushtohet, zgjerohet. Ai mbetet i besimtari për kurtor Allahu xhallahu. Pse? Nga se ne kena besu në Allahun për shkak se ai është meritor me besun të. Në Allahun e adhurojmë për shkak se ai është meritor për të adhuruar. Jo për shkak të interesit. Nëse më jep ty jo kështu. Se Allahu gjithë na jep. Po njëri nuk është mirënjohës, nuk ka vlerësues i begative. Andaj të ndërrohet vëllezër, çfarë do situata që të vjen, në çfarë do rrethona që të je, ai i ri, ai i vjetër, i martum, i pa martum, me fmi, pa fmi, shnash, smut, i varfër, i pasën, në pozit, pa pozit, në vend tënë, në udhëtim, musafir, ku do që t'je? Një je, Rabi Allahut, vjen namazi e fali, vjen harami e refuzaj, vjen e keqe të mjo, vjen e mire thëmë po, që kë jam, nuk ndryshaj, pa bashkë situatave. Këta ndryshun, që ata dështuan, ai që ndryshon në basë rrethonave interesit dështon, ai që është parimor, që ai shpëton. Andaj pse këta dy dështuan? Pse dështuan? Pse kur kënd varfër e ulshin kokën o Allah limana. Kur i dha Allahu xhallahu ala than vetë kena bëu. Allahu s'na kanë imu Zotin, vetë kena bëu. Andaj Allah i dënon. Se i kapi me një mallësi dhe arroganca me pasurinë që e kishin. Besimtar nuk ka kështu. Sa ma i dishëm, ma i përulun. Sa ma i pasun, ma modest. Sa ma i sprevuar, më durimtar dhe më falëndrues. Që kjo muslimani? Në çdo situatë. Në ky shembull na mëson çush ja del. Ja del duke qenë në Rabi Allahut parimor në çdo situatë. Pavarësisht rrethonave, fortunave, fjalëve kështu me radhë. Muslimani pa ndryshueshëm. Dhe e tretë ndër vëllezër që do përmend sot me mbyll me këtë është se krahas situatës që ata e patën, të vështirë, e pam që Allahu ja ndroi gjendjen. Edhe kur Allahu ja ndroi gjendjen, e pa të so letë ndroi, me një prekje, për të kuptuar se për Allahun gjithçka është e lehtë. Allahut nuk i duhen procedura, nuk i duhen mjete, nuk i duhen argat, nuk i duhen, ai vetë bën çka don. Prandaj bindja jo në Allahun te barekuhu teala, mendimi mirë për Allahun xhallahu se gjithë në animon, s'diun e kur, ama në animon.
Bindja e mirë për nëse Allahu na përkra, është e duhra që të një mënë mjadon situatë të ndryshme. Ndërsa njerët më shgënjën Zotin Gjellera, po Allahu luta, po Allahu s'më përgjegjë, qa mu lutë mo? Nuk është kërë reagimi besimtarit. Besimtar nuk është inxituar, nuk është ai që fatkeqësisht për shkak të rrethana të caktuara ndërton mendim të gabuar për Zotin e tij. Ai ka mendim mirë për Allahun xhallahu ala. Thotë gjithmonë e din Allahu më mirë. E din Allahu më mirë kur vjen zgjidhja. Allah e din më mirë kur bën zgjidhje. Allah e din më mirë pse më ka sprovu. Ai e din më mirë. Edhe çështja është. Çështja është, ai e din më mirë se ti ose unë. Mirë po, duhet me ushqy këtë bindje. Këtë bindje duhet me ushqy, duhet me rujt, që tjetë funksionale në situatat të ndryshme. Mos me lëviz nga ky pozicion i të qendrit, robi Allah si kur ceka dhe me zemër të mbushur, mendim të mirë për Zotin, me zemër të mbushur bindje në Allahun, me zemër të mbushur mbështetje të vazhdueshme të pa rezervë në Allahun te barekuhu teala. Kjo është muslimani. Andaj Allahu më dashur me çka e ka ndru situatën e Jusufit alayhisalam? Jusufi alayhisalam a ku në burg? Ka shpife e gruja për te se kjo e ka ngacmu. E ku në kundërta? E ka shtim burg, e ka ndenu, pa faj, pa asti faj. I hujnë atë vend, në gjafshëm s'ka pas. Komplet i ka pas rrethana që mos me dalë për burgu. Me çka e ka nxirë Allah për burgut? Me çka? Një ondër e ka po mreti, edhe pi burgu e ka po ministër, aftën. Dërën Allah gjendja, aftën. Pe njerit shtypën, e dvarfën, e të persekutu me të akuzum, e ka nxirë Allahu te barekuhu teala, e ka bo njerin më kryesor në shtetë, Jusufin alayhisalam. Me çka ka ndodhur kjo? Një ondër veç, e ka po mreti. Qa atë ondër do është me azgjith kush? Jusufi alayhisalam. Dhe Allah është i madhë. Nuk din të me çka bën zgjidhje. Leje Allahut punën. Mos mëso ti Allahun çysh e me të bën zgjidhje ty. O Zot, një mam se filonin thuje një më, leje Allahut xhalla xhelalu. As mos i ka zokur me të një mu, as son me të një mu, as qysh me të një mu, dorzoju ati, lutë Allahun xhallahu ala, mbështetju ati edhe leje çështën e tij. Pejgamberi alayhi sallam kur binte me flajt, domethënë shpirti dorzohet Allahut në gjumë. Nuk di ta qor sabat, çka ndodh. Kur qor sabat nuk di çka ka bëu akia. A ka pas në sulma, në termeta, çka dinte çka ndodh në sabat. Gjumë e zopi është kë. Pejgamberi sa vendoset dorën e djathtë apo nën anën e djathtë të kokës i thonte një dua Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk. O Zot, ty të kom dërzu. Ty ka ti më kthy. Ty të kom kthy me zemër ka ti jam. Wa fawwadtu amri ilayk. Edhe krejt çështjet e mia ty të kom dërzu dorë tonë. Ti, unë po flajt, tash ti ai që ajruna, siruna, çka s'dijone, të ti janë. I dërzohet Allahut besimtar, ama dërzim të plot me zemër, pa ndyshje, pa rezerva. Ndaj ky mësim i këtij rasti na mëson që besimtari ja del në dunja duke u mbështetur në Allahun, duke pas mendim mirë për Allahun, duke qenë i lidhur me Allahun vazhdimsi, duke lutur Allahun xhallahu pa ndërprer. Ç'ky ja del? Ata që janë të hamendësum me rezerva, e ata që valla s'pëdi, këta që dalin, që ata dytë partë. E këtu ka hala që ka me shpalos nga dobit, po, ka ardhë kohë e zanit, me ka që po e përfundojmë, e nësë Allah në gjellëvara që Allahu në gjdo sprovë që kalojmë, pavarësisht është sprovë e mirësis, apo e paknësis, Allahu të na jep udhëzime të dura që t'ja dalim si rap të suksetshëm në ato sprova, e dalim fitimtar si pas asaj që është Allah i knaqër. Allah në ruan nga pangopsia, nga lakmia e tepruar, e nga gënjeshtra e mashtrimi, na boft rob sinqert që në këtë dunjë ja dalin edhe në ahiret ja dalin. Zoti ju shpërbleft. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin kathira.